sepse në thelb jemi të gjithë, si pas besimit, nuk e di se sa beson, por si pas besimit, jemi të gjithë pasardhës të Adamit apo Ademit, pra jemi të gjithë vëllezër, pavarësisht nëse zgjedhim rrugë të ndryshme për të besuar në Zot. Secili zgjedh rrugën e vet për të besuar në Zot, por në thelb fetë janë rrugë të ndryshme që na çojnë tek i njëjti Zot. Pra feta abrahamike, monoteiste, tek i njëjti Zot. Dhe për të ardhur më pas në demokraci, kërkesat që ka bërë Haxhi Dede Reshat Bardhi her pas here për aq kohë sa ai ishte në kryet kryegjyshatës botërore bektashiane, ishin që të njeh një status juridik i veçantë për shkak se territore apo teqe bektashiane, sepse bektashian nuk ka vetëm Shqipëria. Bektashian ka në Kosovë, bektashian ka në Maqedoni, bektashian ka në Greqi, bektashian ka në Bullgari, bektashian ka në Turqi, bektashian ka në lindjen e mesme. Një sekond, do dal aty. Pasi u mbyll nga regjimi komunist, dhe do me thënë qendra u mbyll, me rihapjen e saj, po i rikthehemi historisë, me Salinjazi Dedein, kryeqendra u njoh edhe nga Turqia, edhe nga bektashianët në Bullgari, në Greqi, pra njihej dhe kishin varësi dhe njihni si kryegjysh botëror Salinjazi Dedein. Të njëjtën situatë, kryegjyshi Haxhi Dede Reshat Bardhi kërkoi ta rikthente me një status juridik të njohur nga shteti, të një urdhri që e ka qendrën e vet në Shqipëri. Për sa i përket çështjes së shtetit, pastaj këtu ka diçka që nuk shkon. Bektashianët nuk kanë kërkuar të ndërtojnë shtet. Bektashianët kanë kërkuar një status juridik që nëpërmjet atij statusi të lobojnë dhe t'i rikthejnë marrëdhënien e varësisë qendrës siç ka qenë, edhe të teqeve dhe pronave të tjera të bektashianëve kudo dhe të njohin juridiksionin si kryeqendër, një lloj siç ka qenë në 29-ën, të kryeqendrës botërore bektashiane në Shqipëri. Për sa i përket çështjes të shtetit bektashi, kjo më tepër është një nismë e ndërmarrë nga shteti shqiptar dhe jo e kërkuar shtet bektashi nga bektashianët. Pra është më tepër Baba Mondi nuk di gjë për këtë. Shiko, për pjesën nuk marr dot përgjegjësi të them nëse ata që e kërkon shteti shqiptar, pra atë se ka pyetur njëri me pak fjalë për ta thënë me e di pse them e kërkon shteti shqiptar, sepse e bëri fakt të kryer Edi Rama nëpërmjet një botimi, një interviste në New York Times dhe më pas në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Nuk e di nëse ju kujtohet, por në vitin 2020 Asamblesë OKB-s. Bravo, në vitin 2024, në fillim kur është hedhur si ide që doli si lajm në New York Times, në fillim pati një lloj, po themi, çudie edhe nga vetë komuniteti bektashi, sepse nuk ishte kërkuar. Më pas, Baba Mondi, pra kryegjyshi i sotëm i bektashinëve, ka dalë në intervistë dhe ka thënë kemi kërkuar një status të veçantë juridik. Pra jo shtet. Jo shtet, juridik. Status të veçantë juridik. Juridik. Ndodhi një ndryshim i një domeni që kaloi në ORG, po unë nuk besoj se shtetin e bën një domen. Keni fjalën për atë adresën ku shpërndan edhe njoftimet për të mos thënë që sharake. Bravo, se shteti nuk e bën një domen. Për sa i përket artikullit fundit pastaj, e marr krejtësisht me rezerva atë artikull dhe nuk besoj se ai artikull është i vërtet, e para sepse do të kishte një reagim dhe domosdo
mos pasja një reagimi jo detyrimisht është një po themi aprovimi i atij artikulli. Dhe në këtë moment unë e marr me rezerva atë artikull. Nuk e di se në çfarë faza është përgatitja për statusin juridik, ndërsa për sa i përket shtetit Bektashi, unë e konsideroj si një ndërmarrje personale të Edi Ramës, me atë maninë e vetë që i duket vetja, ndoshta mendoj unë, lider botëror dhe mund të futet edhe të bëjë ndryshime dhe të bëjë deklarata edhe në situata ndërkombëtare të cilat ndoshta Shqipëria nuk ka fuqi për të ndërhyrë, sepse jemi realist, jemi vend i vogël dhe nuk kemi ne fuqi për të bërë deklarata të bujshme edhe për të ndërhyrë në marrëdhënie ndërshtetërore. Dhe shteti, ashtu siç ai ka deklaruar, ka probleme juridike. E para nuk e lejon kushtetuta. Po mirë, ne kemi parë Kushtetuta e Shqipërisë në Shqipëri nga 98 është ndryshuar një 93 herë, më duket, në Mosgëv. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë mund të ndryshohet, por aty pastaj do dallojmë kush janë tradhtarët e vërtetë. Për një pjesë. Në rast se për gjithë. në rast se ata ndryshojnë kushtetutën dhe nga shteti unitar dhe i pandashëm e ndajnë një pjesë të territorit të Republikës së Shqipërisë, sepse krijojnë precedent për situata të tjera pastaj, në vend që të rregullojnë pra marrëdhënien me bektashianët dhe bektashianëve t'u japin statusin e merituar të një urdhri brenda Islamit dhe të ata më pastaj të lobojnë dhe të afrojnë edhe pjesën jashtë territorit shqiptar dhe të fillojnë dhe të njihen edhe pronat e tyre jashtë territorit shqiptar, bën një dëm më të madh dhe i bën një dëm të madh vendit. Unë e mendoj që diskursi mediatik, me sa kam parë këto ditë, që nga dalja e artikullit të Intelligence Online, është drejtuar drejt tarikatit, drejt besimit, ju po e bëni, ju po e bëni. Në thelb kjo është nisë me shtetit shqiptar. Pra, baba nuk di gjë, besimtarët nuk din gjë, edhe besimtarët edhe antarët në botë, besimtarët e tjerë në shtetet e tjera, një sekond. Të lutem, për sa i përket kryegjyshatës, nuk marr përsipër të them që di apo nuk di gjë për pjesën e artikullit të fundit, sepse nuk ka reaguar. Mund të jetë një pranim heshtje. Nuk e di, jo detyrimisht heshtja është pranim, ndoshta nuk do që të nxis diskutimet kota për gjërat pa vërteta, përse të hym një diskutimi për gjërat pa vërteta. Dhe nuk e di, për aq kohë sa nuk ka një reagim, unë jo detyrimisht e marr si pranim në heshtje, sepse media ka punën e vet, kryegjyshata ka punën e vet. Dhe jo detyrimisht heshtja është pranim.